Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, e falenderojmë Allahun, Zotin, krijuesin e botrave. Mirësitë, bekimet, mëshira e Zotit dhe paqja e Tij qoftë mbi dashurin e Tij dhe dërguarin e Tij, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë ata besimtarë dhe ato besimtare që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e Kiametit. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, nëse ju do të doni të numëroni të mirat që ju ka falë Zoti, nuk do të mundni, thot i madhi Zot. Në krye të listës është që i madhi Zot na udhëzoi në Islam, pastaj të gjitha të tjerat janë mirësi dhe begati të cilat vijnë mbas kësaj mirësie të madhe. Elhamdulillah. Ne po përgatitemi për muajin e Ramazanit me këto ligjërata të cilat kanë synimin të na rritet imani dhe besimi, po edhe të kalitemi dhe të përgatitemi, pavarësisht tematikave që janë lënë të lira në zgjedhjen e hoxhallarëve. Mua më intereson ky tubim, kjo mbledhje, ky bashkim që ka si synim vetvete të na rritet imani dhe besimi, të na shtohet imani dhe besimi, në mënyrë që kur të vi Ramazani të jemi pothuajse të përgatitur. Kemi kënaqësinë dhe jemi të nderuar sonte që kemi në mesin ton Hoxhën e dashur Hoxh Hajerdin Dizdarin, i cili është faktikisht i ri në krahasim me ne moshën e vjetër, por faktikisht i ka dhënë Zoti xhel xhelaluhu shprehin, i ka dhënë Zoti elekuencën, po që është nga ato hoxhallarët që kanë bashkuar mes dy zhanrave, edhe zhanrit laik edhe zhanrit fetar, edhe kjo është e rrallë dhe e veçantë. Në përgjithësi hoxhallarët e bëjnë mrapa këtë laikun, ndërsa Hoxh Hajredini e ka bë përpara. Zoti e rujt. Mua me Hoxh Hajredinin mlidhin disa gjëra më shumë se sa që mlidhin me hoxhallarët e tjerë. Përveç Islamit dhe besimit normalisht. Është gjyshi i tij, mani më besoj, Hoxh Ismail Dizdarin, i cili ka ardhur në këtë xhami disa herë, ka pas ato këshillat dhe porositë e veta që mbeten dhe kanë mbetur akoma në mendjen tonë. Pra na lidh si fillim gjyshi i tij, që është edukatori i tij dhe edukatori jon. Mua më lidh me të babai i tij faktikisht, kur kemi ardhur ne si student të rinj në fillim fare, Ilirin, babin e Hajerdinit, e shifshim si pikë referimi. Konsultoheshim me të për çdo gjë, Allahu rrit edhe Allahu i dhon shënet. Pastaj normalisht na lidh që jemi duke punuar së bashku, në bashkëpunim, konsultohemi, ndrojmë mendimet me njëri tjetrin, puna ndavet, puna e hoxhlikut, pra janë disa gjëra që janë, si më thënë, më plus dhe më shumë në raportet tona me Habibin, pra me vllajën tonë, me Hoxhën e nderuar Hajredinin, i cili na ka nderuar sot me ardhjen e tij dhe që është përgjigjur pozitivisht ftesës. Atëherë, pas kësaj hyrje dhe parathënie, dua t'ia lej kohën Hoxhës tonë të dashur Hajredinit për të na mbajtur atë që ai e sheh të arsyeshme si këshill, si porosi, si ligjërat, sepse me të vërtet shpresojmë dhe besojmë që do të përfitojmë të gjithë inshallahu taala. Kështu që Hoxh, mirë se vjen. Allahu shpërblet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit dhe mëshirëplotit, paqja, mëshira dhe bekimet e Allahut qofshin për profetin ton Muhammedin, për familjen e tij, për shokët e tij, e për çdo nga besimtarët e besimtaret që e pasojnë rrugën e tyre deri ditën e fundit. I lutemi Allahut Azza wa Jall që të na mësojë atë që na bën dobi dhe të na bëj dobi me atë që na mëson. Të na bëj prej atyre njerëzve që nëse mësojmë diçka të hajrit prej dijes, veprojnë me të dhe shikojnë hajrin e asaj vepre tek Allahu ditën e gjykimit. E jo prej atyre njerëzve të cilët marrin prej diturisë dhe nuk veprojnë me të. Dhe përpara Allahut ditën e gjykimit dalin me barrën e dijes, por
që me të nuk kanë vepruar asgjë, e për të do të merren në llogari ditën e gjykimit përpara Allahut. Allahu na bëft të dobishëm për veten tonë, për familjen tonë, për shoqërinë tonë dhe për gjithë ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuarit e mi, unë sot këtu kam emocione të veçanta që jam prezent, jo se falënderimi i takon Allahut nuk kam eksperiencë në dalje në podiume apo në prezencë të shumë njerëzve apo të folurit në publik, por unë siç e përmendi Hoxha, e njoh Hoxhën shumë herët, e njoh që i vogël. Që kur babai im, Allahu e shpërbleft, dhe nëna ime më mësuan për Islamin, ka qenë kjo xhamia e parë në cilën unë kam shkelur, jam falur, dhe prej hoxhallarëve të parë që kam takuar ka qenë Hoxha i nderuar Ahmed Kalaja, për cilin e lusë Allahun Azza wa Jall t'i shtoj jetën dhe t'a bëj prej atyre njerëzve që thonë dietarët, të cilëve Allahu ua shton jetën dhe e mbushin atë me vepra të mira. E lusë Allahun t'a ruaj Hoxhën tonë, t'a bekoj atë në vetë dhe në familje, dhe të vazhdoj të jetë i hajrit siç ka qenë nga dita e parë që ka ardhur. Allahu e shpërbleft me të mira. Të nderuarit e mi, muaji Ramazanit kuptohet vlera dhe rëndësia e tij vetëm nga një ajet, ku Allahu Dhul Xhelal na drejtohet duke na thënë: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është ai muaj në të cilin Allahu Dhul Xhelal ka zgjedhur që të zbresë në të Kur'anin. Ka që mjafton besimtarit për të kuptuar se ky muaj është muaj i veçantë. Dhe se ky muaj është muaj që duhet merret seriozisht. E zbriti Allahu Azza wa Jall Kur'anin në këtë muaj dhe u bë ky muaj më i mirë. E zbriti në natën e Kadrit dhe u bë ajo nata më e mirë. Ja zbriti të dërguarit ton sallallahu alaihi wasallam dhe u bë ai profeti më i mirë, njeriu më i mirë, krijesa më e mirë. Kë i zbriti Kur'anin, ku Allahu thot: "Dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil-muttaqin." Ky është ai libër në të cilin nuk ka asnjë dyshim në të, dhe është udhëzues për ata që i friksohen Allahut. Pra neve kaq na mjafton për ta kuptuar rëndësinë e këtij muaji që po vjen. Dhe që duhet ta marrim seriozisht para përgatitjen për të. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam në muajin Shaban, muaj i cili i paraprin muajit Ramazanit, tregojnë sahabët agjeronte dhe përgatitej për muajin e Ramazanit, aqsa që mendonim se nuk do ta çelte. E para përgatiste vetën Resulullah sallallahu alaihi wasallam për këtë muaj. Për t'i dhënë dhe sahabëve të kuptonin që ky muaj është muaj i veçantë. Por ajo çka është e veçantë tjetër për këtë muaj, për cilën unë kam zgjedhur të flas, të nderuar vëllezër, është se ky muaj përveç mirësive të mëdha, është dhe muaj i shanseve të mëdha. I shanseve që Allahu Dhul Xhelal i jep njeriut që ai ta përmirësoj veten e tij. Që ai të shikojë tek vetja e tij se çfarë i çalon dhe të hedhë hapa për ta ndryshuar atë. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam na bën me dije kur na thot se në këtë muaj Allahu i mbyll dyert e zjarrit xhehenemit, hap dyert e xhenetit, dyert e mëshirës dhe prangos shejtanët prej shejtanëve të mëdhenj. Kjo të nderuarit e mi është indicie shumë e fortë për atë që ka mend dhe kupton se po i jepet shans që ta përmirësoj veten e tij. Po i jepet shans që ta ndryshoj veten e tij. Në cilin muaj? Në këtë muaj. E dietarët rrugën për tek ndryshimi kanë folur shumë për të, po unë inshallah do të ndalem në 5 pika kryesore se si një musliman ta shfrytëzoj muajin e Ramazanit për të përmirësuar, për ta ndryshuar veten për mirë, e kështu të afrohet tek Allah.
Të nderuarit e mi, hapi i parë që ne duhet hedhim, që besimtari muslimani duhet hedhi për ta ndryshuar veten e tij, për ta përmirësuar veten e tij, është mbështetja tek Allahu. Asgjë, të nderuarit e mi, nuk fillon pa u mbështetur njeriu tek Zoti i tij, sepse ne e dimë që vetja jon na dështon. Dhe Allahu Azza wa Jall na edukon ne në raport me të se si ti mbështetemi atij, se si ti lutemi atij, se si ti drejtohemi atij, që në zanafillën e krijimit të babait ton, Ademit alayhi salam. Kur Allahu i njoftoi me lajket se do të vendoste në tokë më këmbësin e tij, i cili do të bënte ato që Allahu do të urdhëronte, me lajket e pyetën dhe thanë: o Zoti ynë, a do të vendosësh në tokë dikë që do të sjell gjakderdhje, ndërkohë që ne ty të madhërojmë, të lartësojmë? Allahu tha: unë e di atë që ju nuk e dini. E kur Allahu i mësoi emrat Ademit, babait ton, të disa sendeve, dhe më pas u tha me lajkeve: na i thoni emrat e këtyre sendeve, thanë: o Allah, ti je i patmeta, ne dim vetëm atë që ti na ke mësuar ne. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. I patmeta je Allah, ne dim vetëm atë që ti na ke mësuar ne. Pra ishin me lajket, treguan me lajket që Allahu ishte madhështori dhe ata ishin të nevojshëm për të. Dhe vazhdon Allahu Azza wa Jall të na mësojë neve për këtë nënshtrim që duhet kemi ndaj tij, ndaj madhështisë së tij, me historitë e profetëve. Me historinë e Yunusit alayhi salam, i cili kur ishte në barkun e balenës, ku e përmend Allahu që ishte në 3 errësira, në errësirën e stomakut, të peshkut, në errësirën e detit dhe në errësirën e natës, ai u drejtua Allahut duke thënë: la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. E madhëroi Allahun Azza wa Jall. E pasi e madhëroi Allahun, tregoi për veten e tij se ishte gabimtar. Tha: pa dyshim o Allah, nuk ka zot tjetër përveç teje. Subhanaka, i patmeta je, inni kuntu min adh-dhalimin. Me të vërtetë që unë isha prej atyre të cilët ishin keqbërës. Pra na edukon Allahu që mbështetja tek Allahu kërkon prej nesh të mos kemi në zemrën tonë mendjemadhësi, arrogancë, dhe të pretendojmë tek vetja jonë diçka që do arrijmë vetëm se me fuqinë e Allahut, se pa të ne jemi të humbur. Ejubi a.s. kur ju drejtua Allahut, ju drejtua me nënshtrim të plot, dhe forma se si neve Allahu na edukon për t'ju drejtuar atij. Kur sprova atë e kishte gjetur, ai nuk i tha Allahut: o Allah, ma hodhe këtë sprov, o Allah, më godite me këtë sprov. Jo. Tha: o Zoti im, mua më ka goditur fatkeqësia. Shikoni çfarë edukate në drejtimin, po i drejtoi Allahut me lutje. Shikoni çfarë edukate. Shikoni se si ju drejtua Allahut Zotit ti: o Zoti im, mua më ka goditur fatkeqësia. Ti je më i mëshirshmi të mëshirshme. Ma largo mua këtë fatkeqësi. Pra tregoj për ulje përpara Allahut, të nderuarit e mi. Kjo mbështetja që ne duhet kemi drejt Zotit ton vjen me përulje, vjen me nënshtrim, nuk vjen me kryenërtësi, sepse Allahu nuk e pranon ata. Shembull tjetër të përuljes, ne kemi profetin Musa alayhi salam, i cili i drejtohet Allahut duke thënë: o Allah, padyshim se për çdo gjë që ti zgjedh për të më dhënë mua, unë jam i nevojshëm për të.
Për çfarë do lloj gjëje o Zot që ti zgjedh të m'japësh mua, unë jam i nevojshëm për të. Pra ky edukim që Allahu na jep neve në nënshtrimin ndaj tij dhe në mbështetjen ndaj tij është shumë i rëndësishëm që ne të mësojmë se si të i drejtohemi Allahut. E Allahu thot në Kur'an: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu ad-da'wata da'i idha da'a." E nëse të pyet, thot Allahu, robi im për mua, njoftoja të thuaj se unë jam afër. I përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet. Por kjo lutje të nderuarit e mi duhet vi me nënshtrim të plot. Duhet vi që ti në zemrën tënde ta dish se je i pa Zoti për ta ndryshuar gjendjen tënde dhe vetëm Allahu është ai i cili e bën këtë gjë të mundur. Pra ky hap i parë që është mbështetja tek Allahu duhet vi me nënshtrim të plot ndaj Allahut. Ashtu siç na e ka sjellë Allahu shembull profet pas profet që ka qenë të nënshtruarit e Allahut. Dhe përmendin dietarët se forma më e mirë që besimtari i drejtohet Allahut me mbështetje është duaja. Thot i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam: "Dua huwa al-ibada." Duaja është adhurim. Kanë thënë dietarët e Islamit për adhurimeve më madhështore që me të cilat njeriu i drejtohet Allahut është duaja. Ti përgjërohesh Allahut. Dhe në këtë rrugtimin tënd drejt përmirësimit këtë muaj Ramazani, hapi yt i parë të jetë mbështetja tek Allahu Azza wa Jall me përgjërim, me dua. Duke mos pretenduar ti në veten tënde asgjë. Po ta dish se padyshim suksesi i gjithë është vetëm se ndort Allahut. E ti po i mbështetesh Zotit. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë, të nderuar vëllezër, është që gjithë secili prej nesh ta pranojë në veten e tij mangësinë që ka. Nuk mundet njeriu të nisë ndryshimin pa pranuar se në veten e tij ka mangësi. Është e pamundur. Dhe shembujt se si ne, si musliman, si besimtar, kur e shikojmë një mangësi të vetja jonë, duhet ta pranojmë ekzistencën e saj, i kemi të pafundëm, por unë do të zgjedh një prej ngjarjeve që është shumë e njohur midis sahabëve, midis Abu Dherr al-Ghifarit dhe Bilalit, të cilën Allahu i shpërbleft hoxhallarët tanë e marrin shpesh për shembull dhe është për të marrë për shembull. Abu Dherr al-Ghifari, të nderuar vëllezër, ishte një njeri i cili vinte nga një fis të fortësh në gjuhën tonë. Vinte nga një fis të fuqishmish. Dhe kur Bilali radiallahu anhu po jepte mendimin e tij për një çështje, për një betejë që kishin patur, Abu Dherri i kthehet shumë keq, i thot: "Apo na jep mend ti, o i ziu biri i Zezës? Pra apo flet ti për këtë çështje?" Dhe Bilali lëndohet shumë nga kjo fjalë dhe largohet, çohet dhe ik. Dhe Abu Dherri e kupton që e rëndoi Bilalin me këtë fjalë dhe i shkon nga pas. Dhe Bilali shkon tek Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ankohet për fjalën që i tha Abu Dherri. Dhe dëgjoni të nderuar vëllezër se çfarë i thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dherrit. I thot: "O Abu Dherr, ti ke, i thot, në veten tënde xahiliet prej xahilietit." Abu Dherri nderuar nuk ishte moshë e re. Thuhet që ka qenë rreth të 5 vjetave. Dhe dëgjoi fjalë të rëndë prej Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk u përdrodh: "Ja Resulullah, po ne kështu e kemi strukturën sociale, ja Resulullah, po ja ai është i zi, ne jemi të bardhë, ja Resulullah, po ne kështu jemi rritur, ja Resulullah, po unë se kisha me të keq." Jo. E pa maksin të vetja e tij dhe e pranoi direkt. Nuk u përdrodh. E pranoi që në veten e tij ai kishte mangësi. Dhe u hodh direkt në aksion. Dhe si burr që ishte me cilësi të vyera prej cilave ne mësojmë shumë,
Nuk e kapi Bilalin vetëm dhe ti thoshte o Bilal, ma bëj halal o vlla se kështu jemi, nxitohemi, njerëz jemi. Kemi mangësi tona. Po poshtrimin Bilalit ja bëri në publik. Dhe kërkimin e faljes Bilalit ja bëri në publik. Dhe shkoi përpara gjithë atyre që e poshtroi Bilalin nga vetja e tij dhe nga nëna e tij, dhe e vendosi faqen e tij në dhe tha o Bilal, nuk e çon faqen nga dheu biri të bardhës, i bardhi biri të bardhës, pa shkelur mbi faqen e tij këmba e të ziut birit të zezës. Burr. E pa mangësinë të vetja, ja evidentoi Resulullah sallallahu alaihi wasallam që kishte në veten e tij xehel, që kishte në brendësinë e tij në mënyrën se si mendonte dhe i shikonte gjërat, xehel, ignorancë për ignorancës. Dhe e pranoi. Dhe direkt shkoi ta rregullonte mangësinë e tij. Dhe Bilali kur e pa se sa larg ishte i gatshëm me budherrit shkonte për t'i kërkuar falje, e fali. E fali. E ky është hapi i dytë të nderuar vëllezër që ne ta pranojmë, nëse kemi mangësinë vetë tona ti pranojmë ekzistencën e tyre. Dhe ta preokupojmë zemrën tonë për ta përmirësuar veten tonë. Ibnul Qayyim i përmend duke thënë zemra e njeriu ka një hapësirë të caktuar. Me atë me të cilën do ta mbushësh, ajo do të jetë orientuese në jetën tënde. Nëse e mbush atë me dynja, do të orientohesh nga dynjaja dhe do të preokupohesh me dynjan. E nëse e mbush atë me preokupimin ndaj adhurimit Allahut Azza wa Jall dhe përmirësimit vetes, me atë do preokupohesh. Ajo do të jetë shqetësimi yt. Andaj këtë Ramazan, gjithsecili prej nesh të preokupohet që ta përmirësoj veten e tij, së pari duke u mbështetur tek Allahu, së dyti duke e pranuar ekzistencën e problematikave që keni, gjithsecilin veten tuaj, unë i pari. E treta të nderuar vëllezër, mënyra se si Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, mënyra se si ai apo mënyra që ai zgjodhi për ta ndryshuar këtë problematikë ishte direkte. Nuk u mendua, nuk mori kohë, por e ndryshoi direkt. E ky është hapi i tretë që përmendin dietarët, se njeriu duhet të gjejë formën se si ai ta përmirësoj veten e tij. Dhe prej formave më të mira të braktisjes së harameve, të largimit nga veprat e këqija, kanë thënë dietarët, është që njeriu ta vendosë për hir të Allahut dhe të mos i kthehet më gjunahet. Bismillah. Ta vendosë për hir të Allahut dhe të mos i kthehet më gjunahet. Por ka prej njerëzve të cilët kemi dhe shembujt e sahabëve që nuk kanë qenë prej atyre që kur erdhën urdhëresat për ndalimin e alkoolit për shembull, apo ndalesa tjera, ata nuk hoqën dorë menjëherë. Dhe nëse je prej të tillëve, thon dietarët, të preokupohesh me veten tënde, të gjesh mënyra se si ta përmirësosh veten tënde. E nëse e shikon që përmirësimi vetes tënde bëhet shumë i vështirë apo është thuajse i pamundur, minimalisht ti ta urresh gjendjen në cilën ti ndodhesh. Nëse je i kapur apo i varur nga haramet, apo nga kocësia, apo nga parazitizmi, të cilën Ibnul Qayyim e ka quajtur sëmundje të heshtur, e cila e shkatron njeriu avash avash. Nëse e shikon veten tënde që ti nuk mundesh ta ndryshosh këtë gjendje, së paku ti ta urresh gjendjen tënde. Dhe ky është hapi i tretë, gjetja e formave, mënyrave se si ti të heqësh dorë prej harameve apo se si ti ta përmirësosh veten tënde. E padyshim se më e dashur tek Allahu është ajo e cila bëhet shpesh dhe është e pakët, se sa e mira e madhe që bëhet rrallë. Hapi i katërt të nderuar vëllezër që duhet të ndërmarrim këtë muaj Ramazani drejt rrugtimit ton të përmirësimit për hir të Allahut, për të ofruar tek ai, është që pasi e mbështetur Allahut, pasi e ke pranuar në veten tënde mangësinë tënde, pasi ke parë format dhe mënyrat se si mund ta përmirësosh veten tënde, duhet hidhesh në veprim. Nuk mund të qëndrosh dhe të presësh. Po duhet hidhesh në veprim.
Dhe ky veprim, të nderuarit e mi, është sakrifisa që ti ndërmerr për hir të Allahut në përmirësimin e vetes, duke braktisur një haram, duke shtuar prej adhurimeve, duke përmirësuar në veten tënde atë që ti fare mirë e di që e ke mangësi. Duhet hidhesh në veprim. Ashtu siç morëm shembullin e Ebu Dherrit, që Resulullah sallallahu alajhi wasallam ja bëri të qartë se ku e kishte ai mangësinë, ai e gjeti formën dhe u hodhi në veprim. E kur hidhemi në veprim, nderuarit e mi, vjen hapi tjetër i cili është po aq i rëndësishëm, që është qëndrueshmëria në këtë përmirësim që ne kemi zgjedhur të bëjmë ndaj vetes tonë. E ky është durimi. Sabri. Të durojmë dhe të bëhemi të qëndrueshëm për hir të Allahut. E ku e kemi shembullin tjetër të mirë se si duhet të bëhemi të qëndrueshëm për hir të Allahut në këtë përmirësim që ne nisim? Sahabët braktisën gjithçka në Mekë dhe u nisën për në Medinë. Dhe nuk thanë vallai u bë e vështirë, le të kthehemi. Po qëndruan atje. Pa e ditur se çfarë i priste atje ku shkuan. E kuptuan që kishte nevojë të ndryshonte gjendja e tyre, i ndërmorën sakrificat dhe u bën të qëndrueshëm. Thot Allahu Azza wa Jall: "Wasta'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as sabirin." Bëuni të qëndrueshëm me durim dhe me namaz. E ka vënë Allahu durimin në të njëjtin ajet me namazin për të treguar rëndësinë e kujt në këtë rast, rëndësinë e durimit. Inna Allaha ma'as sabirin. Me të vërtetë dhe padyshim që Allahu është në mbështetje të atyre që bëjnë durim për hir të tij. Dhe shikoje veten tënde. Shikoje veten tënde. Këtë Ramazan, çfarë lloj sabri po bën? Po bën sabër për hir të Allahut që ta përmirësosh veten duke qëndruar larg një harami? Që kanë thënë dietarët, ky është sabri që njeriu bën për hir të Zotit, për qëndruar larg harameve. Ose quhet ndryshe sabrul masija. Pra po bën sabër për të qëndruar larg haramit, po bën sabër për të kryer adhurime më shumë dhe për t'u afruar Allahut, sabr ta'a, apo po bën sabër për një fatkeqësi apo për një sprovë që të ka rënë, që është sabranil bala. Pra sabri i fatkeqësisë. Shikoje veten tënde se për çfarë po bën sabër. Kanë thënë dietarët, sabri në këto 3 pika ndahet. Bën sabër njeriu në kryerjen e adhurimeve ndaj Allahut, siç është falja e namazit, agjërimi, dhënia e zakatit. Bën sabër njeriu në mos kryerjen e atyre gjërave që Allahu i ka ndaluar. Mund të jetë njeriu në gjendje të vështirë, financiare, ekonomike, e ka më të lehtë të mashtrojë dhe të përfitojë, heq dorë për hir të Zotit, thotë jo, nuk e bëj, se Allahu këtë gjë e ka ndaluar. Pra bën durim ndaj harameve. Apo po bën sabër në një fatkeqësie që të ka rënë. E Allahu Dhul Xhelal na përmend dhe na orienton të gjithë ne kur bëjmë durim, duke na para përgatitur se do të sprovohemi në jetën e kësaj bote. Thot Allahu: "Wala nablu'annakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshir as-sabirin. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." Thot Allahu, ne do t'ju vëmë juve në provë me diçka nga frika. Shay'in min al-khawfi wal-ju'i, me diçka nga uria. Wa naqsi min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat, dhe paksim thot pasurisë, humbjes së njerëzve të afërmve. Dhe në fund thot Allahu: "Wa bashshir as-sabirin." Dhe përgëzojini durimtarët. Ata të cilët kur i godet një bela, thonë, te Allahu jemi dhe tek ai do të kthehemi. Dhe na mëson Allahu Azza wa Jalla se kjo dua nuk bëhet vetëm kur ne humbasim njerëz të dashur, po bëhet edhe kur na godet belaja. Prandaj nderuarit e mi, këtë Ramazan le të ecim me këto hapa. Le të mbështetemi Allahut në radhë të parë për ndryshim. Le ta pranojmë veten tonë mangësinë që kemi, le ta gjejmë formën e duhur se si ta përmirësojmë veten tonë këtë muaj Ramazani, le të hidhemi në aksion
Dhe mos të mbetet ky Ramazani shpresës së kotë. Ajo e cila, thot Ibn al-Qayyim, më së shumti e shkatron njeriu, shpresa e kotë. Nuk bën asgjë, rri. Është përgatitur, ka menduar se si të e bëj ndryshimin, po nuk bën asgjë, nuk hidhet në aksion. Jo, le të hidhemi në aksion. Le të sakrifikojmë për hir të Allahut dhe ta dimë që Allahu do na i lehtësojë se për hirin e tij po e bëjmë. Ku Allahu përmend në Kur'an ata të cilët i mbështeten Allahut, Allahu mjafton atyre. Dhe le ta bëjmë preokupim të zemrës tonë këtë ndryshim. E pasi të hidhemi në veprim të bëhemi të qëndrueshëm, të bëjmë sabër. Mos të heqim dorë kollaj. Mos të mbaroj Ramazani dhe e kemi përmirësuar veten tonë dhe pastaj atë përmirësim që e kemi bërë të heqim dorë, sepse nuk do mundemi dot të përmirësojmë diçka tjetër Ramazanin që vjen. Po të bëhemi të qëndrueshëm. Dhe atë cilësi të mirë që ne e kemi përfituar këtë Ramazan, ta mbartim me veten tonë dhe të shtojmë prej cilësive të mira Ramazanin tjetër, ashtu siç kanë qenë sahabët, shokët e profetit Muhammed sallallahu alajhi wasallam, ku çdo vit i gjente ata më mirë, të përmirësuar. E të nderuarit e mi, ta dim se, ashtu siç e përmenda në fillim, të mos shpresojë ndonjëri prej nesh se suksesin e ka në dorën e tij, por të mbështetemi tek Allahu. E unë dua të tregoj një histori të shkurtër me urtësi shumë të mëdha që kanë nxjerrë dietarët e Islamit nga një moment shumë i rëndësishëm i historisë Musait alayhis salam. Ku e ndaj këtë ngjarje të profetit Musa alayhis salam dhe urtësive që dietarët përmendin, sepse për mua ka qenë shumë e dobishme në jetën time. Dhe është çasti kur Musai me popullin e tij ndodhet përballë detit. Dhe faraoni i ndiqte nga pas. Dhe thon dietarët e sirrës, dietarët e historive profetike, faraoni kishte marrë me veten e tij të gjithë shtetin. Aq urrëtie të madhe kishte për Musain dhe popullin e tij, sa që kishte marrë me vete të gjithë shtetin. Dhe thuhet që ka lënë vetëm disa njerëz për të ruajtur dhe për të parë parat thesaret që kishin mbledhur. Dhe të gjithë shtetin e merr me vete për të vrarë Musain dhe popullin e tij. Dhe kur Musai dhe populli i tij gjenden përballë detit, populli i Musait mendoi këtu s'kemi rrugëzidhje. Kjo është situatë pa rrugdalje, pa zgjidhje. Po Musai alayhis salam, thon dietarët, nuk e humbi kurrë shpresën tek Allahu, në asnjë çast. Dhe gjithmonë mendoi mirë për Allah. Dhe Allahu azza wa jall e frymëzoi Musain alayhis salam që të godas detin me shkopin e tij. Dhe e godet. Dhe thon dietarët, qahet deti në 12 rrugë, aq sa fisa apo familje ishin Beni Israilit. Dhe prej mrekullive të Allahut azza wa jall ishte se rëra ishte e thatë që të kishin mundësi të ecnin, të kalonin. Disa prej dietarëve thonë Allahu dhul xhelal hapi dritare që familjarët shikoheshin me njëri tjetrin dhe të ishin të qetë, sepse ishte ngjarje madhështore, u ça det. Disa dietarë tjerë thonë uji është i tejdukshëm e kështu ata kishin mundësi ta shikonin njëri tjetrin. Dhe pasi kalojnë nga ana tjetër e detit, ndiqni detajet të nderuar vëllezër, Musai alayhis salam e godet detin me shkop, por deti nuk mbyllet. Qëndroni hap. E godet detin me shkop, po deti qëndroni hap, nuk mbyllet. Dhe shikon faraonin me ushtrinë e tij që po futeshin në det. Që ishte i qarë. Thon dietarët, në këtë çast Musain alayhis salam e kapi ankthi, frika, se si ka mundësi që faraoni po hyn dhe po përdor atë mrekulli që u bë për kë? Për Musain dhe popullin e tij. Dhe thotë u ndjej i shqetësuar. Dhe kur futet faraoni me shumicën e ushtrisë së tij, Allahu dhul xhelal e mbyll detin dhe i mbyt. E thon dietarët, 3 urtësi madhështore nxirren vetëm nga kjo ngjarje. E para thon, gjendej Musai alayhis salam në një situatë, në dukje
pa zgjidhje. Para detit, s'ke zgjidhje, s'ke ku të shkosh. Ashtu thon dietarët, si shumë prej nesh gjendemi në situata në jetën tonë pa zgjidhje. Dhe mësimi i parë, urtësia e parë është që asnjëherë të mos e humbasësh shpresën tek Allahu, ashtu siç Musai nuk e humbi kur shpresën tek Zoti i tij. Mësimi i parë. Urtësia e parë. Edhe pse mund të ndodhesh në një situatë ku ti mendon që është pa zgjidhje. Urtësia e dytë, thon dietarët, suksesi është i gjithë në dorë të Allahut. Pse? Sepse detin nuk e çau shkopi Musait, po e çau Allahu, fuqia e tij, azza wa jall. Dhe ai detaj shumë i rëndësishëm që ju thash, është sepse kur kalon Musai nga ana tjetër e detit, e godet detin me shkop, po deti nuk mbyllet. E thon dietarët, kjo për të kuptuar njerëzit që nuk u ça deti nga shkopi Musait, po u ça nga fuqia e Allahut. Thon dietarët, e tillë është jeta e njeriut. Nuk është njeriu ai i cili ka në dorë suksesin e një çështjeje të caktuar, dhe pse ti mund të përpiqesh. Po është Allahu ai i cili e ka në dorë suksesin. Ama Allahu prej nesh kërkon çfarë? Sebepin. Ne të bëjmë sebepin. Dhe sebepi jon në krahasim me suksesin e Allahut është i shkopi Musait me det. Që detin nuk e çau shkopi Musait, e çau fuqia e Allahut. Ama Allahu prej nesh do që ne të bëjmë sebep. Dhe e treta, të nderuarit e mi, është që ashtu siç Musai donte hajrin, thon dietarët, për veten e tij dhe për popullin e tij, dhe donte ta mbyllte detin dhe para se të hynte faraoni. Dhe të vazhdonte faraoni me pushtetin e tij, Musait nuk i interesonte kjo gjë. Ama thon dietarët, Allahu dhul xhelal donte një hajër më të madh për Musain dhe për popullin e tij. Dhe përjetoi Musai derisa ky hajër, kjo mirësi i erdhi, përjetoi frikë, pa siguri, sepse nuk dinte çfarë po ndodhte. E thon dietarët, nëse do të ishte bërë ajo që donte Musai, do të ishte mbyllur deti pa u futur faraoni. Faraoni kishte aq pushtet sa që ta ndiqte Musain dhe popullin e tij dhe pasi të mbylli deti. Dhe ata nuk do të kishin shpëtuar nga faraoni, por do të ishin gjithkohës në frikë dhe në tentativën për të larguar prej tij. Po thon dietarët, Allahu donte një hajër më të madh se sa kaq. Donte ta shpëtonte Musain dhe popullin e tij nga faraoni përgjithmonë. Ashtu thon ulemat, si njeriu në jetën e tij shpreson tek një gjë që është e hajrit për të, por Allahu nuk e jep. Sepse Allahu po përgatit diçka e cila është më e mirë për të. Dhe njeriu filloi zë frika, trembet. Thot se s'po më vjen zgjidhja. Ku Allahu dhul xhelal përmend Kur'an duke thënë, a menduat ju se do të hynin në xhenet dhe nuk do të kaloni atë që kanë kaluar ata që kanë qenë përpara jush? Basathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Thot Allahu, a menduat se do të hynin në xhenet pa u vënë në provë, pa ju ardhur juve sprovat që ju kanë ardhur atyre që kanë qenë përpara jush, të cilët u goditën derisa u dridhën, thot Allahu, ju dridhën zemrat. Dhe tha profeti dhe ata të cilët besuan, kur do të vi ndihma e Allahut. E pa dyshim se ndihma e Allahut është afër. Andaj të nderuarit e mi, ta shfrytëzojmë të Ramazan për ndryshim, t'i hedhim ato hapa që i përmendëm dhe ta dim që suksesi është vetëm në dorë të Allahut dhe ne kemi në dorë përpjekje, ne kemi në dorë atë mundin modest si shkopi i Musait. Allahu ju shpërbleft me të mira, Zoti ju nderoft për durimin, se ndoshta e zgjata, e lusë Allahun të na mundsoj të arrijmë muajin e Ramazanit. E lusë Allahun të na mundsoj të agjërojmë atë, të adhurojmë Allahun azza wa jall, ashtu siç i ka dhe ashtu siç e meriton, ne nuk e bëjmë dot, por të përpiqemi me sa të mundemi, të nderuarit e mi, për veten tonë, që ta përmirësojmë veten tonë. Dhe na e mundsoj Allahu 10 ditëshin e fundit, dhe të na mundsoj Allahu natën e Kadrit,
që t'i falemi ati në atë natë dhe të dalin prej këtij Ramazani njerëz të përmirësuar me gjunahet falura. Allahu ju shpërbleft me të mirat e tij, Zoti ju nderoft. O sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad. Allahu të shpërbleft shekh. Alhamdulillah, Zoti të shpërbleft o Habib, o hoxhi dashur për këshillat, për porosit. Me të vërtet, kur përcaktohen gjërat me numër dhe me hapa bëhen inshallah taala dhe më të kollajshme për të mbajtur mend me shpresën e të madhit të Zot dhe kur shoqërohen me histori fiksohen edhe më mirë. Lu Zotin të shpërblej ty për lodhjen, për mundin. Allahu të nderoft, Allahu të forcoft, e Zoti të rujt, Allahu të boft hajrit kudo që shkel koma jote dhe koma jon. Amin.